Jo, unë jam akoma, do me thënë... Jo, qartë. Jo, po që ta dim njerëzit që nëse po flas kështu si do kërkë. Po nuk do thotë që s'dit flasësh ndryshe apo jo? Ç'po po ha? Po ha pul. Po ha pul që digidhimja. Po kjo ishte edhe kjo ishte djegse. Po pra s'di ç'a të bëj. Piqumësht. Piqumësht, ëh. Mirë. Lufra. Okej. Po i le çiko, po. Kur ka qenë mami im në Big Brother, ka thënë që unë kam pasur një fazë depresive kur kam qenë këtu në Shqipëri edhe isha 12 vjeç edhe po bëja këto shenjat, po prisja krahun, jo damarët. Tani, për qartësi, kjo u bë trend në shkollën time, në paralelin tim. Dhe nuk është ndonjë gjë, domethënë kur e flas me shoqërinë, me ata që kanë pas shkollë, ishte thjesht, okay, I need some attention, e ke parasysh? Po nuk ishte realisht që okay, unë dua të vras veten. Tani pavarësisht kësaj, mami im nuk është se e shpjegoja gjatë, kjo është një gjë që unë po e them. Po kur ndodhi kjo që mami im shprehu këtë gjë, unë kisha komente në TikTok, hëmi ti i preve damarët ti apo akoma? E kupton, domethënë, kjo është çmenduri. Kjo nuk është normale, që një person tjetë, se mënyra se si transmetohet në publik, është që kjo goca ka dashur të bëj vetvrasje, kupton? Dhe ti ta nxisësh këtë personin që nuk e njeh fare, që hëmi ti... Edhe pse ndodhi kjo ishte nga bullizmi, dhe prap atë po bën, më kupton?